يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hamdi dhe të gjitha falenderimet i takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah i ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Vazhdojmë me hadithin për të cilin kemi folë disa natë, hadithi Gjibrilit, dhe folëm diçka lidhje me besimin në librat e shpallura dhe në pejgamberët e Allahut, se si duhet të besojnë librat dhe si duhet të besojnë pejgamberët e Allahut. E sonte vazhdojmë me kushtin e pestë, i cili është besimi në ditën e fundit. Pse i thojnë dita e fundit? Sepse është dita e fundit në këtë dynjë. Mas asaj dite nuk ka më aslinjë as perëndim. Mas asaj dite nuk vinë më ditë tjera në këtë dynjë. Ajo është dita e fundit. Pra kur t'i frin surit Israfili alayhis salam dhe shkatërrohet gjithçka, më nuk ka jetë në këtë tokë dhe nuk ka ditë tjera më në këtë tokë. Por këtë edhe i thojmë dita e fundit. Pra dita e fundit në këtë dynjë. E mas asaj dite, pasi shkatërrohet gjithësia, mas transmetohet se mas 40 viteve Allah xhaleshanu e ringjall Israfilin alayhis salam prap, edhe i frin surit për s'diti herë. Kur t'i frin surit për s'diti herë Israfili alayhis salam, atëherë bëhet ringjallja. Fillojnë njerëzit të dalin prej vorrave. Në bazë disa transmetime se i parë që ka me dalë prej vorrit është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj Abu Bekri Omeri që janë të varrosur me pejgamberin alayhis salam, pastaj ata që janë të varrosur në Xhennet el-Baqi, e kështu me radhë transmetohen Ahlul Bedr, e kështu me radhë kush ringjallet, kështu me rend. Po i pari është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ringjallja, çka është ringjallja? Ringjallja është dalja e të vdekurve prej vorrave të tyre pasi që u ka prish trupi, nëse kanë qenë prej atij që u prishë trupi. Sepse disave, pejgamberët e Allahut, dëshmorëve dhe disa të dashurët e Allahut, disa evlijave nuk ju prishë trupi mbaz argumenteve apo ndodhive që kanë ndodhur gjatë historisë. Për pejgamberët është e sigurt edhe për dëshmorë. Po për disa njerëz të mirë evlija nuk ka argumente se nuk ju prishë trupi, por mbaz disa ndodhi që i kanë pa njerëzit. Për shembull, filon që kanë qelë vorrin mas disa viteve, se i ka ardhur puna, që ashtu më janë ndru vorrin në vendin, me varros me një vend tjetër, me transferu vorrin e tij, edhe kanë pasur trupi i tij nuk ka prish. Domethënë dietarët i përmendin për libra këto ndodhija. Ama për pejgamberët dhe dëshmorët, trupi i tyre sigurt nuk prishet. Pra ringjalla është dalja trupave prej vorrave pasi që janë prish. Domethënë pasi që i ka hongër toka ato trupet, sepse në trup vetëm një pjesë nuk e prish toka, ajo është ashbë dheneb, një ashtë në fund të korrizit. Ai nuk prishet. E prej çatik, prap ringjallet njeriu, pra rikthen Allah xhaleshanu trupin e çdo njeriu që ju ka prish trupi. Domethënë ringjallja është dalja e të vdekurve prej vorrave të tyre pasi që u kthai trupi, si akon, nëse ka qenë prej trupave që prishet. Pas ringjalljes është tubimi, apo që i thonë mahshar. E mahshar është kur njerëzit do të mblidhen dhe do të çohen pas ringjalljes në vendin e tubimit. Dhe transmetohet se kjo është diku në Sham, vendet e Shamit. Pra në Shamin e sotshëm, thuhet se atje është bot tubimi. Edhe pse kjo tokë, nuk ka më kon kjo tokë, se i thotë ardul mubaddala, tokë e ndryshuar. Është një tokë e rrashë, për të cilën do ta përmendim tash hadithin e pejgamberit alayhis salam, është një tokë e rrashë në të cilën nuk ka lugina, nuk ka kodrina, nuk ka kodra, nuk ka male, lume, kurrë, është e rrashë. Ku aty nuk ka jetu kurkushi, ajo tokë nuk ka shkel asnjëherë që aty ka më bon llogaria. Pejgamberi alayhis salam thotë yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati ala ardin bayda'a afra'a ka kursatin naqi laysa fiha alamun li ahad. Në ditën e Kiametit njerëzit do të bëhen në një vend të bardhë,
tokë e bardhë dhe pa shkelur. Do me thonë, as nuk është këtë e bardhë, por as nuk kanë këtë e bardhë e pastër, po as nuk është e kuqe. Do me thonë, mes të kuqes dhe të bardhës është një tokë e rrafsh në të cilën kanë mu të bu njerëzit për me llogarit. Si një pllakë e rrafsht. Do me thonë, këtë është e rrafsh, nuk ka kodrina, nuk ka lugina, nuk ka lumej, nuk ka kur gjë. Është e rrafsh, e pastër në të cilën nuk ka askush asnjë shenjë dalluese. Do me thonë, nuk ka shenjë aty një shtëpi, një ndërtesë apo diçka tjetër, apo ndonjë gjurmë që ka jetu dikush i këto. Është vend i rrafsh, nuk ka jetu askush aty dhe është mes ngjyrës bardhë dhe të kuqes. Pra aty do të buhen njerëzit për me dhon llogari. Pastaj dita e gjykimit. Dita e gjykimit fillon prej kur njerëzit të dalin nga varret e tyre, derisa të vendosen banorët e xhenetit në xhennet dhe banorët e xhehenemit në xhehenem. Kësaj thonë dita e gjykimit. Pra prej kur dalin prej varreve, deri kur të hinë xhennet, linë xhennet dhe xhenemit në xhenem, krejt kësaj thotë dita e gjykimit. Po ashtu edhe jeta në më thoi jeta në xhennet, e cila pa fund, dhe jeta në xhehenem, e cila është pa fund, edhe asaj disa thonë, ju thotë dita e gjykimit. Pra prej kur dalin njerëz prej varreve, e deri më pafundësi, krejt kësaj thotë dita e gjykimit. Disa thonë jo, dita e gjykimit është, ju thotë, kur dalin njerëz prej varreve, deri kur të vendosen xhennet linë xhennet, xhenem linë xhenem, edhe çasaj thotë dita e gjykimit. Pra mas ringjalljes, mas daljes prej varreve, krejt asaj i thotë dita e gjykimit. Pastaj që duhet të besojmë është llogaritja, al-hisab. Çka është llogaritja? Është prezantimi i veprave të robëve, prezantimi i atyre se çfarë kanë bën në këtë botë. Do të thotë çka llogaritja? Llogaritja është hisab, është prezantimi para neve i veprave tona që kemi bën këtë botë, qofshin të mira apo qofshin të këqija. Dikuj Allah xhaleshanu ja mbulon ato të këqijat, do të thonë nuk ja shohin krejt krijesat. Po dikujt Allah xhaleshanu ja zbulon ato të mëtet, ato të këqija që i ka bën këtë botë, krijesat ja shohin. E për këtë thonë dietar, nëse apo në hadith pejgamberit alayhis salam është se mbuloj Allah tan një të mëtet këtë botë, nëse don Allah me ta mbulon një të mëtet në botën e ardhshme. Pra nëse ti ja mbulon një të mëtet Allah tan këtë botë, Allah ka me ta mbulon një të mëtet në ditën e gjykimit. E cila është më e rëndë? A më mirë me azbuluni vllau këto një të mëtet, një të keqe, para 5 persona, 10, 20, hajqe 100. Cila është më e rëndë kjo? Apo kur zbulon ti një mëtet ditën e gjykimit para miliona, miliarda krijesave? Normale është më e rëndë. E nëse don Allah mos më të zbulojë të mëtet në botën e ardhshme, e të gjithë na jemi me të mëta. Nëse nuk dojnë Allah më na zbulut mëtet tona në ditën e gjykimit, atëherë të mundohemi këtë botë me ja mbulut mëtet vëllezërit tonë musliman. Kush do të qoftë ai musliman? A është i familjes tonë dhe a ki shok, a nuk e ki shok, mundohemi ja mbulut mëtet, nëse don Allah më të mbulut mëtet e tua në ditën e gjykimit. Pra llogaritja është kur të shfaqen veprat tona ditën e gjykimit që i kemi bën në këtë botë, qofshin të mirat apo qofshin të këqijat. Shpërblimi dhe dënimi. Ti përket kjo ditës së gjykimit, shpërblim do të thotë shpërblimin që një besimtar e merr në jetën e ardhshme për veprat e mira që e kënaqen atë. Ndërsa dënimi është ajo që e bën në robin të ndihet keq në atë ditë, si hyrja në zjarr dhe dënimi për gjunohet. Pra, ka mundi keq momentin kur të jepet urdhëri se ky person ka më ko banor i xhenemit. Hala pa një xhenem ki veç ka me një keq ardhë të madhe në atë moment. Qoftë në xhenem si një kafir, jo besimtar për gjithmonë, po qoftë edhe besimtari musliman që i ka vdek me gjunohe dhe nuk ja ka falë Allahu, ai meriton dënimin. Edhe kjo ta merr këtë, si më thon, këtë lajmin apo këtë gjykimin për ta me hin xhenem, edhe kjo është një keq ardhje. Pra shpërbimi është besimtari që e merr atë shpërbimin në botën e përjetshme dhe që ndihet i kënaqur me të, dhe dënimi është ai që e bën robin të ndihet keq në ditën e gjykimit, si për shembull i tham në zjarr dhe mu dënu për gjunat e tij. Pastaj peshorja. Peshorja, çka është peshorja? Besimi në peshorja është fjala për atë që peshon veprat e njerëzve. Jo besimtari apo kafiri nuk do të ketë vepra të mira në ditën e Kiametit. Sepse peshorja në atë botë është si peshorja e kësaj bote. Me njëon punë të mira, me njëon punë të këqija. Tash po si punë të mira. Për shembull dikuj kam thënë selam aleikum. A ki se va? Po.
E po çish ka mu tash mu ki sevapi, ki selami. Thonë disa transmetime se veprat e tona shndrohen në trupa. Domethënë në trupa, e çato trupat kanë mu peshu. Domethënë veprat e mia që i ki bën kanë mu shndruar në trupa, diçka prekës, edhe kanë mu peshu, edhe punët e këshia kanë mu shndruar trupa, edhe ato kanë mu peshu. Pra fjalët e mira, fjalët e këshia, veprat e mia, veprat e këshia, të gjitha ato shndrohen në trupa dhe peshu në ditën e gjykimit. Jo besimtarët, kafirët nuk kanë në anën e punët e mira, nuk kanë kur gjë hiç. Direkt peshojnë të këshia, se s'ka bën punë të mira. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për jo besimtarët çka thot, ata të cilët kanë bën mirë këtë botë. Atë vepra si vepra është e mira, mos ju ka pranuar atina. Se nëse një besimtar këtë botë ban mirë, i jep një fukaras, një jetimit pare, një shkollës, një hajë që po thonë ndoshta xhamisë, atë i jep. Sipas atij ato dashme bën mirë. Ama ju pranon te Allahu, nuk ju pranon. E çka bën për ato të mira që i ka bën? Pejgamberi alayhi salam thot: "Fa amma al-kafiru fayut'amu bi hasanati fi dunya." Sa i përket jo besimtarit, kafirit, ai ushqehet me veprat e tij të mira në këtë botë. Po nëse ka bërë diçka të mirë, në këtë botë ja kthen Allahun. Në ato të mirë që u kthejnë këtë botë. Fa idha afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yuta biha khayra. Por kur kalon në botën tjetër, ki kafiri që ka bën mirë, kur kalon në botën tjetër, nuk do të kenë ndonjë të mirë për të cilën do të jepen të mira. Po nuk ka me pasur të mirë në atë botë, për të cilën ka më dhënë të mirët e ahiretit. Pse? Sa nuk ka besu në atë i cili shpërblen, në atë i cili i jep të mira besimtar ditën e gjykimit, pra nuk ka besu në Allah subhanahu wa taala. Sa i përket besimtarit, veprat e mira do të vendosen në njërin anë dhe të këqijat e tij do të vendosen në anën tjetër. E pastaj, nëse të mirët peshojnë më shumë, ai shkon drejt për në xhennet. Nëse të mirët dhe të këqijat vinë baraz, pra shkon në xhennet pa dënim. Nëse të këqijat peshojnë më shumë, atëherë në mëshirën e Allahut. Nëse don Allah me ja fal dhe shkon në xhennet pa u dënu, po nëse don Allah me dënu, atëherë e dënon për atë të këqijë që i ka bërë që meriton dënimin, e dënon e pas një kohë deri për xhenemi dhe shkon në xhennet. Kjo është për besimtarët. Imam Abu Hanife rahimahullah thot në librin e tij Al-Wasiyya, thot wal mizanu haqqun li qawli ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah. Thot peshorja është e vërtet, se ka me pas peshorën në ditën e gjykimit, thot se Allah thot në Kur'an, në ditën e gjykimit ne do të vëmë peshorja të drejta. Pra peshore të drejta, jo peshore të kësaj bote më janë një gurish, atë më janë një dinar pak me peshu. Dhe shka bën këto na për trege, na për pazare. Apo e trus me gisht, apo e hek një moll më pak, një moll më shumë, dredhia me bë. E për këtë pejgamberi alayhis salam, tregat janë vendet më të urrejtura te Allahu. Sa atë është përplot me shejtana prej shejtanëve e xhinëve dhe shejtana prej njerëzve. Edhe prej fillimit të pazarit e ki pa, dhe në fokutesh vetëm dëgjon të betu njerëz, pasha Allah, pasha Zotin, vallahi billahi taze, çfarë taze që ditë javë ka. Atë ta heshon, ta ndresh. E për këtë nëse thonë dietar, nëse s'ki nevojë mina për tregë mos hin. Po nëse ki nevojë me, shko vetëm me çfarë s'e shakë mor edhe din. Largose veni keq atë, nuk janë vendet e mira atë. Se bën shumë gjuna. Allah xhaleshon me një surë mutaffifin. Tregon për këto që mosin keq, gabim, vjedhin në motje. Qoftë në peshore, po qoftë me mos shumë me metra me asaj. Allah xhaleshon thotë wailul lil mutaffifin, alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun, wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Thotë mirë për ata të cilët kur mosin, po në mosje vjedhin, aty mashtrojnë. Edhe kur peshojnë, i mashtrojnë njerëzit. Ja më pak ja i shton kile ma shumë, a mos i ka qash kile, e i këni pa dhe i shof me shpesh që ka bojnë. Peshore ditët gjykimit nuk kanë se kjo peshore, në atë peshore ati prezent ka më konë thujnë Gjibraili a.s. edhe Mikaili, këto dy me laqët kanë me qenë ati prezent kër i mosin punë të njerëzit. Nuk ka të njofësimi apo me krije, qire pak ka une. Thonë jam gjali filon, ati në atë botë kështë jam kone, në dënjo jam konë mbrejti, gjali mbrejti, s'ka. Atje nuk ka njofësi. A që nuk ka jam gjali pejgamberi, jam gjali mbrejtit, jam gjali hoxhës, jam gjali haxhis, gjali milionerit e miliarderit. A gjithë si cili ka me shku me punë të veta. Pejgamberi alayhis salam i thot Fatimës, oj Fatime, thot që, puno.
Mos u nis në atë botë aty në krahët time, se jam çika pejgamberit. Po çu puno, kri urdhrat e Allahut, largon nga ndalesat që na ka ndaluar Allah subhanahu wa taala. Mos u nis se unë jam djali filonte në atë botë, se këtë botë më ka hec, unë mirë na shtadha që nuk ka atje. Atje si cëlli për veti. Kur tregon pejgamberi alayhis salam se në ditën e gjykimit, njerëzit kur dalin prej vorre kanë me dalë të zhveshur. Ama bash të zhveshur sikur që i ka lim nona. Por është pejgamberët e Allahut, disa njerëz të mirë janë të veshur ato. Ama njerëzit që keq janë të zhveshur. E Aisha radhiyallahu anha, nona besimtare, gruaja e pejgamberit alayhis salam, çfarë dirti pa në krijen e saj, tha, o pejgamberi i Allahut, po si kena më bën, deti ka burra, ka gradi, derte ka pas. Për kësaj bote, për në atë bote ka pas dert, kur thot pejgamberi kanë me dalë njerëz të zhveshur, thot po pejgamberi i Allahut, po si kena më bën, burra e gradi. Thot Aisha, thot aty kur kush nuk e ka dertën e dikujt tjetër, si çdo e ka gajlen e vet. Hiç nuk i intereson se kanë e ka afër, është gruaja, është burra, është i veshta, i deshta, çka është, hiç si intereson se e ka dertën e vet, çka ka më ndodh me mua. Çfarë është ditë e tmerrshme e ditë, nuk i shkon meja me këshin ngjatesh më kush janë, kush nuk ka. E ka dertën e vet, si ka më pështu për kësaj dite. Në ditën e gjykimit, në ditë ka më ndodh një ushtim i madh, një zonjë fuqishëm, thoi për atij zonit asaj të ushtimës të madhe, thot krejt njerëzimit ka mirat fikt. Edhe pejgamberëve, vetëm që kanë me qëndruar në kom janë dëshmorë. Jo se dëshmorët janë më të mirë se pejgamberët. Amo kjo është një veçori e dëshmorë për ditën e gjykimit. Krejt njerëzve ju bet fikt, e hupin vetë dijen nga ushtimi i madh, edhe pejgamberët, ha. Vetëm që qëndrojnë në kom të paluhatshëm janë dëshmorët. Ata të cilët e kanë dhënë shpirtin për Allah në rrugt të Allahut. Është ditë e tmerrshme. Nuk kanë sigur në këtë botë, po vallahi si dal me një vend mu të butë, çish kena më bën, çka kam më bën, nashta filon. Atje si cëllë e ka gajlen e vet, dertin e vet. Pra Aisha kishte gale pejgamberi Allah, si kena më bën mos i të zhveshur njerëzit. Thotë Aisha, kur kush nuk ka me pas gajlen e tjetrit në me këshir për rrethisë çka po ndodh, ka me pas dertin e vet. Pra peshorja do të besoj në peshorë se ditën e gjykimit kanë mu peshu punët e tona, punët të mirë dhe të këqija, dhe peshorë janë sigur peshorja kësaj bote. I ka dy anët, me një në punët e mira, me një në punët e këqija. E mas peshorës është sirati, ura e siratit. Ura e siratit është një urë e cila do të shrihen bi xhehenem. Dhe me thonë poshtë në xhehenemi, ura e siratit shrihen bi xhehenem. Fillimin e ka në fillim xhehenemit, fundi e urës është atje në fund xhehenemit dhe pak para xhenetit. Do të thonë pas urës, sa kalosh urën, të ramash dera xhenetit dhe hyn për në xhenet. Ahad tarafay fi al-ard al-mubaddala, pra një skaj i urës është në tokën e ndryshuar, pra aty ku bën llogaria, peshora, kret, thotë wa tarafu al-akhir fima yali al-janna ba'da an-nar. Ona tjetër e urës është në atje ku afër xhenetit dhe në fund të xhehenemit. E nër urën është xhehenemi. Pra shtrit ura mbi xhehenem. Disa njerëz besimtarët, qismun la yadusuna as-sirata inma yamurruna fi hawa'i at-ta'irin. Disa prej besimtarëve se tash për me kaluar në siratin, besimtarët musliman janë lloj-llojshëm, se kalojnë këtë njëjtë. Ka prej tyre për shembull, që e shkelin urën, e kalojnë sikur me fluturu. Për shembull pejgamberët e njerëz të mirë, dëshmorët e evlijatë të dashurit të Allahut, atë e kalojnë sikur me fluturu, që e prekin siratin. Ka prej tyre يدسونه ثم هؤلاء قسم منهم يقعون في النار وقسم ينجيهم الله فيخلصون منها. E tjertë, për shtyre grupës bashkë të tjerë, besimtarë të cilët kanë me shkel urën, do të thonë kalojnë në urë të shkel. Edhe këto ndahen në dy grupe. Disa prej tyre e kalojnë urën para në xhehenem, e disa prej besimtarë kanë me rënë në xhehenem, të cilët kanë vdekur me gjunohe pa u pendu dhe të cilëve nuk ja ka falë Allahu. E këta të cilët binë në xhehenem, pra bjen xhehenem, del e kështu me radhë deri sa ta kalojë kjo është dënimi i në xhehenem. Pra një grup prej besimtarëve kalojnë hiç pa shkel siratin, do të thotë çfarë shpejt. Grupa tjetër e shkelin, po këto këto dy grupe. Një grup e kalon para në xhehenem, e një grup disa prej tyre kanë me rënë në xhehenem, edhe ai është dënimi për to, që kanë merituar dënimin e Allah subhanahu wa taala. Allah xhaleshan thot në Kur'an wa in minkum illa wariduha, çdo kush prej juve ka me kalu urën e siratit. Apo mbi xhehenem, çdo kush prej juve ka me kalu mbi xhehenem. Nuk kanë fjalë këto se disa e komentojnë këtë ajet se çdo kush prej juve ka me hyrë në xhehenem, qoftë edhe pak ka me shiu xhehenemin, nuk është e vërtetë kjo.
Se fjala wa in minkum illa wariduha, çdo kush për juve e të shkë fjala wariduha e komentojnë apo përkthejnë se ka me hin xhenem ka pak, qoftë edhe pak si thoi ka me hin xhenem. Jo, se thot Hasan al-Basri, laysa al-wurud ad-dukhulu. El-wurud, fjala wurud nuk do me thon hyrje me hi. Po qoftë me kalu rreth asaj na ju thot wurud në gjuhën arabe. Thot sikur ku thojnë në gjuhën arabe, thot Hasan al-Basri, thot taqul waradtu al-Basra wa lam adkhulha. Thot isha afër Basrës, Basra që thot në Irak, a mos ke hi. Po shej me thon, kash valla deri në Lozan. A bën aki për rreth Lozanës, ke hi ish Lozan. A mos ka thotë kash deri në Lozan apo? A mos ke hi ish Lozan. Do të thonë na shqipe përdor me këtë fjalë, aty kash isha deri në Lozan, a mos ndoshta s'ke hi, nuk ka patjetër me pasin Lozan. Ki mujtë me kalu rreth Lozanës. Po për të treguar se ku i kam për afërsisht, thu jam kon në Lozan. Edhe kjo, e wa in minkum illa wariduha, çdo kush për ju e ka me kalu xhenemin, do të thonë për mi xhenem, tash dikush i bjen e dikush e kalon, ama të gjithë kanë mu drejtuar çfarë drejtim. E te ura e siratit, jo besimtarët këta nujnë hapin e parë mbi urë, ku dojnë me nu hapin e ditë, jo duket ura sikur një pres si shpata, edhe e hodh si flokët. Thotë nuk guxon çash pi frikës madhe, nuk ka mundësi ta bëjë hapin e ditë edhe bjen në xhehenem. Edhe kur bjen në xhehenem 70 vjet e poshtë. Ka fundi i xhehenemit. 70 vjet shkon te poshtë. A besimtar tham, dikush e kalon si më thon kamadorës, dikush më shpejt, dikush më ngadal, varet prej punës. Sipas punëve, çash edhe kalon urën e siratit. Pra kjo është do të besuar në urën e siratit, e cila shrin mbi xhehenem. Edhe kush e kalon, shpëton edhe mo, kër e ka pa një dietar disa të ri, janë konë rrugë të kesh, i thot, o jo gjema, thot, pse po kesh, thot, a keni kalurën në siratit, thot, jo, thot, pse po kesh një? Këtë dënjoj i ka pa, thot, i ka pa të kesh, thot, jo po kesh, thot, a keni kalurën në siratit, thot, jo, halas, s'kina dek, halan këtë dënjoj, thot, po si po kesh një? Që shpëndi qasë i rahaqëm dhe qasë i lumëtër me kesh, me pas qef në madhë me kesh, a halas i kalurën në siratit. E këtë kaluat ura siratit, u krimo. Që atë janë shpëtimi mu. Se para kësajnë nuk e dina. E këtë kaluat urën në siratit, mos nuk ka këthim të mbrapa, mos drejtin në gjennet. E pejgamberi alayhis salam, kur e kalon urën në siratit, nuk shkon të këtë të nga me hinë gjennet. A ditë që kemi nësë duhet heqët e tonë, a pështojaj, se ka gale për popullin e vetë. Pejgamberi alayhis salam e kalon urën sirat dhe nalët anën tjetër dhe kthej thot, ja o Zot lehtëso. O Zot lehtëso. Në stop shon të thot, o Zot lehtëso, pra ummeti tem, lehtësojnë të kalojnë urën siratit. O Zot lehtëso, derisa të kalojë fundit. Tu lut për ummetin e tij. Edhe pse ka kalu, nuk thot e unë e kalova. Hajde për të mirë, shkojone. Por jo, aq shumë se ka dash, aq fort se ka dash ummetin e tij, ndalet te ura siratit edhe thot, ja Rabbi sallim. O Zot, lehtësoja. O Zot, lehtësoja. Sallim ya Rabbi sallim. Lutet për ummetin e vet derisa ta kalojnë urën e siratit. Pastaj kemi që duhet besohet xheneti dhe xhenemi dhe përjetësia në to, që është pjesë e ditës së gjykimit. Pra Ebu Hanife rahimullah thot el jannatu wan naru haqqun wa huma makhluqatan li ahlihima. Thot xheneti dhe xhenemi janë të vërteta, se ka xhenet e ka xhehenem. Wa huma makhluqatan, ato janë të krijuara, çtash i ka krijuar Allahu xhaleshanu li ahlihima për banorët e tyre. Pra si cili ka banorët e vet. Allahu xhaleshanu thot në Kur'an, uiddat lil muttaqin, për xhenetin thot ajo përgatit për të devotshmit, ndërsa për xhehenemin thot uiddat lil kafirin, ajo përgatit për kafirët. Do të thonë uiddat është përgatit, do të thonë është e krijuar. Pra edhe xheneti dhe xhenemi janë të krijuara për banorët e tyre, siç kush ka me hinë ato. Po ashtu thot Imam Ebu Hanife në Fiqh al-Akbar thot wal jannatu wan naru makhluqatan al-yawm la tafniyan abada. Xheneti dhe xhenemi janë të krijuara sot, pra tash janë të krijuara dhe nuk do të zhdukën kurrë. Edhe xheneti siç e dim, edhe pse ka më fol shumë tash për xhenetin e për xhenemin, po kështu në shkurt, xheneti është vend i paqes. Është vend i lumturisë së përhershme dhe e qëndrueshme, do të thonë për gjithmonë. Të mirat e xhenetit janë dy lloje. Ka të mirat që i përfitojnë vetëm ata që janë të devotshëm, apo pejgamberët, dëshmorët, i kanë disa të mira xhenetit që muslimanët e tjerë të rëndom, ato nuk i shijojnë çdo të mira xhenetit.
A janë gjëra të mira xhenet janë të përbashkëta, domethënë edhe për njerëz të mirë, për evlijat, për pejgamberët, edhe për muslimanët e rëndom, ato i kanë të përbashkëta të gjithë. Për shembull, banorët e xhenet të gjithë janë të ri. Nuk plakën në xhenet. Të gjithë banorët e xhenet janë moshën 33 vjeçare. E kanë bukurinë e Jusufit alayhis salam dhe trupin e Ademit alayhis salam. Krejt xhenet lin. Nuk ka ki më i bukur apo ki më i madh, ki më i vogël. Këto që kanë 33 vjet, edhe çat moshë rrin. Nuk plakën. Këtë 33 vjet moshën e Isa alayhis salam kur u ngrit në qiell, të gjithë e kanë bukurinë e Jusufit alayhis salam dhe trupin e Ademit alayhis salam. Të gjithë janë të shëndetshëm dhe nuk do të smuren kurrë asnjëherë. Pra kjo e mirë e xhenetit është e përbashkë për gjithë banorët e xhenetit. Të gjithë janë në gëzim dhe nuk do t'i prek asnjë shqetësim, asnjë hidhërim, as mërzi, as fatkeqësi. Kur gjë nuk ka gajle mate. Nuk ka dert atë, nuk ka ti me krujt krijen, çka do të bësh, çka do të bëhet nesër, a kam as kam, si do t'ja marr, si nuk t'ja marr, s'ka më. U kri. Ajo Darus Salam, shtëpi, vend i paqes, i lumturisë, i gëzimit, i rahatijës. Atë vdekje më nuk ka, obligim nuk ka, namaz nuk ka, Ramazan nuk ka, hax nuk ka, zeqat nuk ka, me urdhëru për të mirë nuk ka, me ndalu nga e keqja nuk ka. Aty ka veç më kënaq. Për gjithmonë. E tash kur ta ndëgjoj dikush që gjithmonë më kënaq, pa, më nuk garditën më të mira më. Ja, se të mirët e xhenetit, sa më shumë ti përdorësh, më shumë ju shtrohet shija. Në këtë botë i ki me rak çokoladët e hajt me kilo çokoladë, në dikur më nisë dhe vjellë bana kia dhe më një muj nuk ha çokoladë. I ki me rak këtë botë bananët, i ha një 3, 4, haj 5 bananë, i ha 1 kilo bananë, por dikur më s'do mi pa një muj si shë. Në gërditëm se e ki të pru. Në xhenet, sa më shumë të hajsh nga të mirët e xhenetit, më shumë ju shtrohet lezeti. Pemë të xhenetit, thë Allah xheleshan thënë Kur'an, pemë të xhenetit, kur ta mish një pemë xhenetit, një frut xhenetit, e këpupja t'i vente ha, me njerë del tjetëri. S'ka me prind vitin ashtë, do të bojnë bereqeta jo, ka me rashia, s'ka me rashi, naj breshe, naj dishka, klima, aftoft, nxehtë, a do të bojnë si vjetë mullët, a s'të bojnë si vjetë mullët, ngali ki një mot, a i ka të nara, dishka mirët me kësti pun, një mot e ka gali, a do të bojnë mot, a s'do të bojnë, se si vjetë shumë kam fitu. Në xhenet s'ka me thonë, pe këputi një, se di ma kanë me bojnë. E këput del tjetra me njëha. Pastaj lumejt e xhenetit. I fundi që do të hinë në xhenet, vendi i ti është sa 10 herë kjo botë. I fundit. E parë i pari. Edhe i pari që do të hinë në xhenet, që do të trokasën deri në xhenetit, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I thot me lajka, Ridwan, thot kush është? Thot jam Muhamedi. Thot Zoti veç për ti jam urdhëruar ti mos m'ja çel askujt derën për shteje. Pra ti ja i pari që do ta çelësh derën në xhenet dhe me hinë në xhenet. Çfarë ndere për pejgamberin alayhis salam dhe për ummetin e tij. I pari që ta çelë atë vend të lumtë, atë vend të mirë, atë vend të rahatijës, i pari që ta çelë din është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pse mos jemi krenar se jemi ummeti i tij? Sa ka njerëz miliardë këtë botë që do të hinë në xhenet, ama i pari që ta çelë derën dhe i thot me lajka Zotën jam urdhëruar mos më ja çel dikujt tjetër për vështirëje. Pra ti i pari që do të hish në xhenet o Muhammed. Inshallah nëse pra më vazhdojna për xhenetin pak më shumë më në detaj se peshos edhe po javkona me ngu më shumë, po më kona me fol më shumë për xhenetin e për këto për xhenetin njëse. Xheneti pak më për xhenet të mira, inshallah Allah xheleshana i mëson për hatër të muajit të shenjtë të Ramazanit, të jemi banor të xhenetit, na takon me të dashin tur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Lutim Allah subhanahu wa taala që na i bën të mushme të jemi banor të xhenetit, po xhennetul firdaus. Pejgamberi alayhis salam ka thonë kur të luteni për xhenetin, luteni për mesin e xheneteve, i cili është xhennetul firdaus. Është mesi i këtë xhenete, se xheneti është një. Një xhenet është. Po pejgamberi alayhis salam thotë el xhennetu jinan. Thotë xheneti është xhenete, ka plot xhenete. E është një xhennet. Duke janë nisma me fol për xhenete. Vazhdojmë nëse proma inshallah. Se njëri kur e do një sen shumë, ati kur ja kona qasenin, sillet ka sillet pra fol për qatë, a i ka dikush e ka me rak një amëlsin, këtë sillet ma bita pe këta i të amëlsin, a i qëtë e ka me rak një sen, me fol shka me fol, a mu pa e lidh pak me qatë ati se le. Edhe na, se na kona mu ku banur xhenet dhe inshallah jemi, apshe, sa po dojmë na, po duhet me fol pra për xhenetin, inshallah nëse pra ma fol në kështë pak më në detaje, për xhenetin, e lutim Allah subhanahu wa taala të na pranon lutjet tona, namazet tona dhe çdo ibadet që e bëjmë për Allahun Teala, dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote,
Të dalim duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.